Gëzuar Divalin, festën e dritave, ku e mira triumfon mbi të keqen. Një ndër festat më të rëndësishme të komunitetit hindu, e cila festohet në të gjithë botën. Unë ndodhem në një apartament në zemër të kryeqytetit, në zonën e ish bllokut, pikërisht në familjen e zotit Balagangadhar Akurathi. Është kënaqësi të jemi në shtëpinë tuaj për këtë rast të veçantë. Është një nder, jemi të nderuar. Jeni të mirëpritur për Diwali fest në shtëpinë tonë. Kjo është gruaja ime e mrekullueshme Sunita dhe vajza Lasja Varshini. Është hera e parë që Diwalin e festojnë larg vendit të tyre, larg familjes së madhe. Ata janë nga Çirala, qytet në shtetin Andhra të Indis. Bala, si i pëlqen ta thërrasin miqt, 6 muaj më parë filloi punë si konsulent softwaresh në Shqipëri dhe pas 3 muajsh me të u bashkua dhe bashkëshortja e vajza. Edhe pse vendi ynë është shumë larg kësaj tradite, ata po i respektojnë ritualet e festës, veshje të reja, ushqime tradicionale dhe dhurata për familjarët. Varsja e stilit europian për gruan, ndërsa për vajzën një fustan princeshe. Ajo zgjedh një veshje të re dhe kjo është dhurata për mua. Unë e marr dhe vesh si zgjedhjen më të mirë që ajo ka bërë. Sunita ka veshur sarin e ri prej mëndafshi, ka zbukuruar dorën me këna dhe ka vendosur shumë aksesor. Në vendin e saj, floriri dyfishon bukurinë e femrës dhe ajo nuk është kufizuar në përzgjedhje. Ka vendosur byrzylyk, vath e varse, por njëra prej tyre është më e rëndësishmja. Kjo quhet Mangalsutra, e vendos ditën e martesës. Varsja për ta ka domethënien e unazës së martesës për ne. E veçanta është se në çdo përvjetor, kjo varse pasurohet me një medaljon që ka kuptim për çiftin. Nuk është vetëm një aksesor, por histori e 6 viteve martesë. Zonja e shtëpisë na fton të shohim këtë fustan të qëndisur, të cilin e vesh një herë në vit, ditën e përvjetorit të lidhjes së saj në kuror. Është koha e drekës. Çdo tryezë gjatë javës së festës duhet të jetë e pasur. Vakti është i rëndësishëm dhe për ta respektuar, unë vendos shallin që quhet duputa. Ky është një vakt i thjesht i përgatitur në shtëpi. Këto janë recetat tradicionale të festës që nuk do t'i gjeni në asnjë restorant nëse do t'jeni në Indi në këtë periudhë. E veçanta është se jo vetëm në këtë vakt, por gjithmonë dreka apo darka fillon me diçka të ëmbël. Në Indi shumica e ushqimeve konsumohen me duar dhe kjo është një ndër to. Është e shishme, e ëmbël dhe jo pikante. Orizi nuk mungon asnjëherë në tryezat indiane, veçanërisht në ditë feste. Ai është i përgatitur me shumë kujdes, sikundër edhe zonja e ka bërë këtë sot. Është një recetë oriz, lëng limoni, kikirik dhe speci kuq, djegës dhe shumë erëza të tjera. Të zotët e shtëpisë e konsumojnë me lehtësi me duar orizin, ndërsa mua më lejuan të përdor lugën. E fundit shërbehet ëmbëlsira, e cila duket se ka në përbërjen e saj makarona pak të veçanta me qumësht, ar kokosi dhe shumë erëza. Ngjason me sultjashin, por ka më shumë erëza se sa ne përdorim për ta përgatitur atë. Dhe nuk ka oriz, por makarona. Erëzat dhe idhujt janë gjërat që i marrin me vete kudo ku shkojnë. Çdo familje ka në shtëpi një kënd të veçantë për të kryer ritualin e falënderimit të Zotit, lutjes. Disa nga traditat nuk kanë ndryshuar pavarësisht kohëve moderne. Në këtë familje indiane në Tiranë është festuar Diwali. Thank you. Namaste.